të organizuara nga dhjetori që kaloi gjerë me 8 maj, ne ja dolem ta plagosim përfundimisht regjimin e Edi Ramës. Ne ja dolem me protestat tona të dëshmojmë Shqipërinë tjetër, Shqipërinë që s'pajtohej kur me narkoshtetin, Shqipërinë që s'pajtohej kur me korupcionin dhe mburojnë e tij, Shqipërinë që beson se integrimin në Bashkimin Evropian duhet jetë një proces i merituar, një proces në të cilin qytetarë shqiptar të jenë më të lirë, të jenë më të mkëmur,